Thotë Abu Talha radiallahu ta'ala anhu, një ditë thotë doli pejgamberi sa për të falë namazin sabaut, po duke që fytyra e tij shkëlqente dhe ndriste. Dhe i tha, mo pejgamberi i Zotit, po shohim sot që fytyra jote vezëllim dhe dritë dhe je shumë i lumtur. Tha, po si mos t'jemi lumtur? Sa po me erdhi Xhibrili alayhi salatu selam dhe më tha, o Muhammed, Allahu xhelle xhelaluhu po të thot, Allahu, po i thot pejgamberit alayhi salatu selam, a nuk je i kënaqur ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam? A nuk je i kënaqur ti o Muhammed se për çdo njeri nga ymeti yt, pasuesit e tu, që çon një herë salavat për ty, unë do t'ja kthej atij me 10 sevape, do t'i fshij 10 gjunahe, do t'a ngrej 10 grad dhe do t'ja kthej lutjen dhe duan 10 fish. Pejgamberi sa se më gëzohej për ne, si që gëzohej për veten e vet dhe për fëmijën e vet, normalisht, sallallahu alaihi wasallam.